shkartojmë deri në fund sa zgjedhim një fitues nga këto filma që do përmendun tani. Po shpejt pa shpjegim, La Vita è Bella apo Tutta colpa è del Paradiso? La Vita Bella. Ok. La Vita è Bella apo Noi e la Giulia? La Vita Bella. E keni thumë, La Vita Bella, gjithë. La Vita è Bella apo The Rope? Pavarësisht në prizmet ndryshme do zgjidhja La Vita Bella, në prizmet të tjera do zgjidhja The Rope. Po cilin zgjedh? La Vita Bella zgjedh për atë që unë dua, familjen. La Vita è Bella apo The Two Pops? The Two Pops është filmi më linear, pa pikulmante, me pikulmante që kam parë. Prandaj kam si qef, po do thënë La Vita Bella. Okej. La Vita Bella apo The Imitation Game? Kam vendosur unë gabimet. The Imitation Game është fantastik. E vetmja gjë që mua më bën që mos e pëlqej aq shumë sa të tjerët është se nuk është me histori reale. Ka ndryshuar shumë në histori nga reale, prandaj zgjedh La Vita Bella. Okej, La Vita Bella apo The Lord of the Rings? Trilogjia The Two Towers është më e bukur, po do thoja La Vita Bella, pavarësisht se ka bërë evolucion si në VFX, si në filmografi. Por kjo tregon se ka vazhduar një lidhje për kaq shumë vite këtë. Oh, La Vita è Bella. Qëndrojmë besnik deri në fund. The Dark Knight Trilogy? The Dark Knight-i, të xhirosh diçka pa efekte të mëdha në kamera analoge është too much për një film me superheroj dhe Nolan e ka dalë për smiri, por do zgjedh La Vita Bella. La Vita è Bella apo Star Wars prequels? Prequels normal, se ato të rinjt nuk e di se ku po shkojnë në kinematografin. George Lucas nuk është më i përfshirë, por po prap La Vita Bella. Them deri në fund. Për arsyeën e vetme, ka akoma? Po. Oh. Heu bre. La Vita è Bella apo Dimri i fundit? Këtu më keni prek shumë, se nuk mund ta këtu nuk e bëj dot atë. Pavarësisht se La Vita Bella është shumë më lart në kuptimin e kinematografisë dhe kësaj Dimri i fundit ka diçka jo vetëm se është e kristashit, po thjesht ideja e sakrificës që kryhet në film dhe mënyrës që unë e di se si është xhiruar mbrapa, që desh kanë vdekur njerëz duke xhiruar prej motit të ashpër, do të zgjedh Dimrin e fundit. E fundit prit, se La Vita è Bella apo Cinema Paradiso? La Vita Bella. Qofse do të sfidosh La Vita Bella, thuja Markordin e Felinit. Me vërtet? Po pse se thasha Markordin më? Sepse në gjithë ato vjet që ai ka ndërtuar, po mendoja, po s'pa mori mendje që do përzgjidhja Markordin, me thënë drejtën. Markordi e zgjedh sepse nuk ka një personazh kryesor. Është fshati që është personazhi kryesor. Është fantastika Markord si film. Matias, të falenderojmë shumë, uroj që ta kesh shijuar intervistën se ne u kënaqëm. Për sa kohë që u vet ftova, e shijova më shumë.